Ish-drejtori ekonomik i Spitalit të Tetovës, Artan Etemi, do të ankohet në Gjykatën Supreme, ndërsa ish-drejtori mjekësor Florin Besimi do t'i përdor të gjitha mjetet juridike për të dëshmuar padrejtësinë. Të dy të dënuarit për zjarrin në modularin e Tetovës do të veprojnë kështu pasi Gjykata e Apelit në Gostivar i refuzoi ankesat e tyre për dënimin me nga 1 vit e 6 muaj burg. Madje u arriti dënimet në 3 vjet burg secilit pas ankesës së prokurorisë dhe familjarëve të viktimave. Këtë vendim të Apelit të Gostivarit Etemi e quan drejtësi selektive me motive politike dhe etnike. Është selektive sepse që në fillim nuk u ngrit procedurë ndaj atyre që porositën, ndërtuan dhe mbikëqyrën ndërtimin e spitalit modular. Ne e pranuam si donacion nga Ministria e Shëndetësisë. Është etnik sepse të akuzuar jemi vetëm 2 shqiptar, ndërsa ministri Filip Çejo a thua vallë pse, kurse firma ndërtuese Brako e Angjushevit as që u hetua sepse i mbrojti dikush, tha Artan Etemi, ish-drejtor ekonomik i Spitalit të Tetovës. Edhe Florin Besimi thekson se janë dënuar edhe pse nuk kanë pasur asnjë rol në vendimarrje apo ndërtimin e spitalit modular, ndërsa ata që e kanë projektuar dhe ndërtuar objektin nuk janë as të akuzuar. Në një përgjigje me shkrim, ai shpjegon se dënimi lidhet vetëm me pretendimin për mungesë të aparateve për fikjen e zjarrit, ndonse është dëshmuar se ato kanë ekzistuar, fakt që gjykata nuk e ka pranuar. Sipas tij, është veçanërisht problematike që Gjykata e Apelit fillimisht ka konstatuar mungesë baze për dënim, por më pas ka pranuar dhe madje ka rritur dënimin në 3 vjet burg efektiv. Unë personalisht do të vazhdoj me të gjitha mjetet juridike për të hequr nga vetja këtë padrejtësi, si para gjykatave ashtu edhe para opinionit publik. Nuk mund të dënohem për aparate dore për fikjen e zjarrit, të cilat edhe sikur të mos kishin qenë aty, nuk do të mund të shërbenin për të ndërhyrë ndaj një zjarri të atill, i cili ishte pasojë e mënyrës së ndërtimit të objektit. Kjo është dëshmuar përmes të gjitha ekspertizave, thot Florin Besimi, ish-drejtori i Spitalit Klinik. Për vendimin e Apelit ka pasur edhe shumë reagime në opinion, por po ashtu edhe nga zyrtar aktual, mes tyre Blerim Zejdiu nga koalicioni Vlen. Ai shtoi se po u rëndohet bara e fajit njerëzve që nuk hapën tender, nuk përcaktuan standarde ndërtimi e as nuk kishin përgjegjësi për mbikëqyrje, ndërsa ata që kishin pushtetin real, që firmosën, që vendosën dhe që heshtën, janë ende të lirë. Kjo është goditje e dyfisht, një herë për viktimat dhe një herë për drejtësinë, sepse drejtësia që ndëshkon të pafajshmit për të mbrojtur të fuqishmit nuk është drejtësi, është padrejtësi e ftohtë, e kalkuluar dhe e qëllimshme. Nëse fajtorët e vërtet nuk mbajnë përgjegjësi, atëherë kjo tragjedi nuk ka marrë vetëm jetë njerëzish, ka djegur edhe besimin në shtet, tha Blerim Zejdiu nga Vlen. Përveç rritjes së dënimeve ndaj Besimit dhe Etemit, Gjykata e Apelit në Gostivar po ashtu rriti dënimin për 300.000 denar edhe për Spitalin e Tetovës si person juridik.